besoj që kishte një dozë të theksuar të befasisë dhe keq leximit nga ana e gjithë atyre që bën analizat në përzgjedhjet e 28-it, përfshi edhe vetëm, pra pranoj se ka qenë një mos vrejtje, një zhvillimi i cili duket se ka ndodhur. Post festum është gjithmonë më lehtë të bësh analizën dhe të kuptosh se çka në të vërtetë ka ndodhur, është mjeshtri ta parashikosh, por ja që jo unë, po gati se pak njerëz mund të paramendonin një zhvillim të tillë dhe nuk kishin në spektrin e militantizmit politik. Ajo që besoj që ka ndodhur tash është se duhet lexuar dy palë zgjedhjet e këtij viti së bashku. Pra nuk guxojmë t'i ndajmë. Zgjedhjet e 9 shkurtit ishin zgjedhje në cilën u vlerësua puna e qeverisë Kurti. Dhe punën e qeverisë Kurti qytetarët e vlerësuan me 42%. Gjithsesi një numër i konsiderueshëm i tyre vendosën që ta ndëshkojnë, duke i imponuar atij një dozë bashkëpunimi me subjekte tjera në mënyrë që të vazhdojë qeverisin, pra duke ja larguar të drejtën e monopolit mbi vendimarrjen në Kosovë. Në vend se të kuptohet kështu mesazhi i 9 shkurtit, subjektet opozitare filluan ta interpretojnë ndryshe, duke cilësuar atë vot sikur vot e largimit të zotit Kurti nga pushteti, nga institucionet në përgjithësi. Pra largimi i tij për në opozitë. Dhe nuk kishte ky vullneti i qytetarëve të Kosovës, ata u rreshtuan gradualisht tek poli tjetër i cili do të donte ta largonte Kurtin tërësisht dhe nuk pranuan disa që u ftuan që të bëjnë marrëveshje me të.